Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Përfaqësuesi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës vlerëson se zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit në Kosovë zhvilluan në mënyrë të rregullt dhe të qetë pa incidente të mëdha. Në një konferencë për shtyp në përfundim të procesit të numërimit të votave, kryesuesi i delegacionit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Julian Bulaj, vlerësoi profesionalizmin e zyrtarëve zgjedhor dhe organizimin teknik të procesit. Sipas tij, pavarësisht afateve të ngushta kohore, zgjedhjet ishin teknikisht të organizuara mirë dhe gjerësisht gjithëpërfshirëse. Delegacioni konstatoi se zgjedhjet u zhvilluan në mënyrë të qetë dhe profesionale. Zyrtarët zgjedhor treguan kompetencë dhe atmosfera ishte qetë e rregullt, ndërsa vendvotimet u menaxhuan në mënyrë efektive nga përfaqësues të komuniteteve shumicë dhe jo shumicë. Megjithatë, vështirësi gjysore të shkaktuara nga përfaqësimi pa mjaftueshëm i komunitetit që përbën shumicën në disa komuna kanë krijuar tensione në disa raste. Përfaqësimi i drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore duhet të përmirësohet. Ndër të tjera, i vlerësoi se rënia e konsiderueshme pjesëmarrjes në votime duhet të shërbejë si një sinjal alarmi, ndërsa vuri në duke nevojën për përmirësimin e përfaqësimit të drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore dhe forcimin e shumëgjuhësisë në procesin zgjedhor. I jep dorëheqjen nga mandati i deputetit kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daud Haradinaj. Ai njoftoi se ka vendosur t'i hapur kandidatëve të tjerë nga lista e partisë. Në një deklaratë publike drejtuar mbështetësve të tij, Haradinaj tha se vendimi është marrë në frym të kontributit dhe përkushtimit ndaj subjektit politik dhe bashkëpunëtorëve të tij. Ai ka theksuar se mbetet i përkushtuar ndaj partisë dhe mbështetësve të tij duke shtuar se do të vazhdojë të jetë pjesë e angazhimeve politike dhe publike në të ardhmen. Vendimi i Haradinajt pritet të ndikojë në renditjen përfundimtare të mandateve brenda listës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Kuvendin e Kosovës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Lidhja e bizneseve të Kosovës për shëndetje përfundimin e procesit zgjedhor dhe bën thirrje që minjëherë pas certifikimit të rezultateve të ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme për konstituimin e kuvendit dhe forcimin e institucioneve të reja të Republikës. Kosova ka nevojë për institucione funksionale, të qëndrueshme dhe me mandat të plot për të adresuar sfidat ekonomike, për të avancuar projekte strategjike, për të përmirësuar klimën e të bërit biznes dhe për të krijuar kushte më të favorshme për investime vendore të huaja, thot Lidhja e Bizneseve të Kosovës. Komuniteti biznese vlerëson se sipas tyre çdo vonesë në formimin e institucioneve krijon pasiguri për sektorin privat, dëmton besimin e investitorëve, pengon procese zhvillimore dhe ndikon negativisht në perspektivën ekonomike të vendit. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj përshëndet përmes rrjeteve sociale rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Përmes një postimi, kreu i shtetit të Shqipërisë kërkoi nga gjithë forcat politike të angazhohen për zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Në këtë fazë është me rëndësi që të gjitha forcat politike të angazhohen me përgjegjësi dhe frymë konstruktive për të garantuar dialogun dhe kompromisin institucional në funksion të stabilitetit, zhvillimit të mëtejshëm të vendit dhe përmbushjes së aspiratave të qytetarëve të Kosovës. Krahas asaj, Begaj nënvizoi se Shqipëria do të vijojë të mbështesë Kosovën në çdo hap të rrugtimit të saj euro-atlantik dhe europian. Koalicioni bashkëqeverisës vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut vlerëson se Kosova edhe një herë dëshmoi mbarvajtje të suksesshme të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, duke konfirmuar funksionimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës. Në këtë frym, urojmë kryeministrin detyrë Albin Kurti dhe subjektin e tij politik lëvizjen vetvendosi për rezultatin e arritur, i cili sipas rezultateve të zgjedhjeve rikonfirmoi besimin e qytetarëve në disa cikle zgjedhore. Shkruhet në kumtesën e Vlen. Ajo thekson rëndësinë e vazhdimit dhe thellimit të bashkëpunimit ndërshtetëror ndërmjet Republikës Kosovës dhe Republikës Maqedonisë së Veriut si dy shtete mike dhe partnere strategjike në rajon me qëllim forcimin e stabilitetit, integrimit evropian dhe zhvillimit përbashkët. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.